Teksa numërohen ditët e fundit përpara përfundimit të afatit ligjor për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, debati politik për emrat e mundshëm është intensifikuar. Ministri i Punëve të Jashtme Glauko Konjufska ka theksuar si figura që do të vinte nga familja Jashari do të kishte mbështetje të gjerë jo vetëm politike por edhe shoqërore, duke cilësuar si një kandidat që do të bashkonte spektrin politik dhe qytetarët përtej ndasive partijake. Sipas tij, trashëgimia simbolike dhe sakrifica e familjes së Adem Jasharit përfaqëson një pikë referimi kombëtare, çka do të bënte procesin e zgjedhjes më pak konfliktuale dhe më konsensuale. Megjithatë, Konjufska sqaroi se nuk i takon atij të flasë në emër të familjes Jashari dhe as të konfirmojë nëse ekziston vullneti i tyre për të hyrë në garë. Në të njëjtën kohë, presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur publikisht ambicien për një mandat të dytë 5 vjeçar, por mbështetja parlamentare për kandidaturën e saj mbetet ende e paqartë. Për të siguruar zgjedhjen e presidentit, nevojiten votat e mjaftueshme në kuvent, ndërsa dështimi për ta përmbyllur procesin brenda datës 4 mars do ta çonte vendin drejt një krize institucionale dhe mundësisë së zgjedhjeve të reja. Këto zhvillime vijnë në një moment delikat për skenën politike, ku partitë po zhvillojnë konsultime intensive për të gjetur një emër që të sigurojë shumicën e nevojshme dhe të shmangë përplasjet e panevojshme. Emri i presidentit të ardhshëm pritet të jetë vendimtar për stabilitetin politik dhe drejtimin institucional të vendit në vitet e ardhshme.